Jo më larg se javës kaluar, u shit një gazonjere që ishte blerë në 98-ën, jap me fakte që të kuptojmë dhe gjën, dhe ndërkohë nga vlera $11.000, tashmë po e bëjmë për koherencë, po e zëm 11 milion lek të vjetra, tashmë u shit 22 milion lek. Pavarësisht se vlera nuk ishte aty, pavarësisht se ishte 98-ës, pavarësisht se me lagështirë, pavarësisht se ka investuar personi që ta rregullonte për të dhënë një vlerë më të madhe, tatimi që i ka dalë ka qenë 6.900.000 ca, gati 7 milion lek. U shit vetëm për hall emergjence, sepse kishte person të smur jashtë dhe duhet të kuronte. Por është shumë e dhimbshme të pagosh një tatim, falni se ekonomistës duhet flas me të vjetra, po dua qëllimi është më kuptojnë njerëzit, jo pjesën e asaj. 7 milion të vjetra tatim. Hipoteka merr lek me thas çdo ditë nga individët. Duhet të ketë një tatim tjetër për sa i përket taksës pasurisë. Në qoftë se unë jam gush edhe kam një guzhi dhe dua të marr 2 guzhi dhe mua më duhet që të pagoj një tatim kaq të madh plus që të shtoj lek, është gjë e pamundur. Tani ne jemi për t'ia lehtësuar jetën njerëzve apo për t'ia ndërlikuar, për t'ia vështirësuar.